është shqetësuese kur ndëgjon gjakprisht njerëz që s'kanë troh gjaku shqiptar, ata mund flasin shqip. S'kanë troh gjaku shqiptar kur flasin për familjen Jashari. Kënë dëgju këtë ditë, kënë komente ndryshme. Për familjen Haradinaj. Kur një dasëm, që një mëzu, një djalit dëshmorit, një djalit bashkëluftarit, i cili shëqër zotit që kam rri me u rrit, me u eduku, me qenë ushtari devotshëm i ushtrisë së Kosovës, me ndjek gjitha të ndrëdhe babait vetë që ka luftu për shtirim dhe për këtë liri, dhe me pa lloj komende me qindra e mira, prej më të zezave, prej më të këqijave. Pastaj është shqetësuese kur fundrinat të ndryshme, edhe në për institucionet të Kosovës, flasin hapur, pa pas trahmare, pa trah ndërgjegje, edhe për vllazët tonë, shokët tonë, bashkëtarët tonë që i kemi në Hag, e që do të lirohen shumë shpejt, dhe kjo është ju djeg, janë të ju frigu lirimit tyne, janë të ju frigu për shkak se do të dëshmohet lufta e pastër e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po si kjo është e koordinuar për shkak? Unë mendoj, jam i bindur. Me shërbime sekrete. Unë jam i bindur, edhe unë e konfirm me besues që shqiptari mund të studien këtë derezë. Po shqiptarët që punojnë për shërbime edhe të Utbës, edhe të Bijës, edhe Dreqet Mallkun, si është e mundur një shqiptar, si është e mundur që të shkruaj, po të halë edhe publikisht, edhe në për studio televizive, edhe në kuvendin e Kosovës, edhe kudo dhe të dëshirojnë dënimin